Gjithçka u deklarua në Ankara, por edhe nga nënkuptimet, hidhet dyshim i fortë se samiti NATO-s në Tiranë nuk do të mbahet. A e beson këtë dhe një pyetje bashkëngjitur me këtë, meqense jemi në territorin shqiptar, për kryeministrin Rama që u bë objekt, po themi, komenti në mas nga media turke, në mos gaboj nga CNN-i turk, për atletet e bardha, për charterin luksoz me cilin udhëtoi drejt Ankaras për të marrë pjesë në summit, për vendin në qoshe ndryshe nga herët e kaluara, për ftojen e marrëdhënieve me Erdoganin, pasojat. Atë le ti marrim gjërat një nga një. Po, më bëj një rezume për këtë pjesën tonë. Le ti marrim gjërat një nga një. Që Edi Rama ishte atje lart në qoshe me zonjën Linda. Po është brenda logjikës, sepse ne jemi një nga vendet më të vogla të NATO-s. Ku do ti ta vesh në qendër? Mos bëjmë edhe ne sigurisht qendër e botës. Atje ku i takon e kam thënë. Ja, po nisur dhe nga marrëdhëniet që kishte me Erdoganin më parë. Po s'është më marrëdhënie samiti NATO-s. Erdogani mundoi shiko, se ka i problem. NATO. Sa që kemi ne GDP-n, Franca, për shembull, që ka Thalesin, e ka kompania Thales, që merret pikërisht me këto sisteme, e ka turnoverin 3 herë më të madh se GDP-ja e Shqipërisë. Se ku do ta vinin? Fakti që është atje, e kanë respektuar, e kanë pritur me protokoll, ka ulur kokën para flamurit, ka përshëndetur ata, i ka thënë merhaba asker, si që tha dhe Trumpi, që kanë rregullin e ty, ka shku me zonjën, i kanë dhënë vendin që i takon. Po ky është vendi që i takon Shqipërisë. Se çfarë ka Shqipëria? Ka armë atomike, ka forca speciale të rrezikshme, ka shërbim sekret të rrezik. Çfarë ka Shqipëria? Nuk ka asgjë. Kështu që Shqipëria është një vend antar i NATO-s, është një vend i vogël, është një vend modest, që ka edhe pak bën 20 vjet që është në NATO. Edhe kaq. Se ku prisit ta vinin? Normal që e kanë vënë aty ku duhet. I ka keq marrëdhëniet me Erdoganin që u prit aq si njëri periferik? Nuk është pritur si njëri periferik, është pritur si që i takon liderit të një vendi të vogël. Është pritur me protokoll, është pritur me respektin e protokollit. Ka një shprehje siciliane shumë bukur. Ta them siciliançe. Il rispetto è misurato a chi ne porti viene portato. Unë nuk po e bëj pyetjen referuar marrëdhënieve që kishte me Erdoganin, se këtu është edhe një herë ti habia, nuk është ndryshe, është e kuptueshme. S'ke çfarë ti referohesh. Ti kujton se me që ky ka pas një marrëdhënie me Erdoganin, ky do ketë zën NATO. Çfarë zëri do kemi në NATO me gos? Po jo zën NATO, po që tek pritja. Po çfarë më pritje tash? Është një njeri ka aj sa vlen. Në rregull. Ka aj sa vlen. Shqipëria është një vend i vogël dhe shumë është dhe kaq, tash të jemi realist. A ka shku me avion personal? Si të duk kjo e charterit luksoz personal? Se di, këtu tani... Se këtu flitet për korrupsion? Po se di, unë korrupsionin të thash, nëse ka opozita shkon dhe qon letrat prokurorin nëse flitet për korrupsion. Me dal me bla 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 bla, ka sheshi tani. Po në duke, si të duket ty ky veprim? Si më duket mua? Normal. Nëse, shiko, unë kujtoj kur u antarësuam në NATO, qeveria shqiptare mori një charter komplet, edhe shkuan në ku ishte samiti atëherë, me një avion shkuan presidenti, kryeministri, me charter kanë udhëtu. Pa unë nuk e di se kush e ka paguar e tjerë. Sigurisht është një shprehje e panevojshme luksi duke qenë që ke ata që kanë shesh, po kjo është një çështje tjetër që për mendimin tim, ja ky është një moment që duhet të flasin institucionet. Nëse ka dikush merret dhe shkon në institucionet, do ta gjejmë çik sepse e ka detyrim transparencë etj etj, po kjo është tjetër gjë. Të ngelemi tek thelbi, pra samiti mori disa vendime të rëndësishme. Por ajo gjë që na intereson ne është cili është vendimi në raport me ne, sepse në raport me ne këtë kemi problem që prandaj thash institucionet. Duhet jemi serioz me institucionet. Dhe në momentin që ti je në NATO dhe mendon se NATO do bësh lajm se shkon apo jo me këpucë bardha apo me këpucë zeza, tregon që ke një problem se si të funksionojnë institucionet. Unë se njoh ministrin e mbrojtjes sot. Unë jam një njeri që njoh goxha shumë, bajagi mirë komunitetin ushtarak të Shqipërisë. Se kisha dëgjuar kurrë më parë se ditën që është bërë ministër. Mund të jetë djalë shumë i mirë. Mund të jetë profesionist shumë i mirë i mbetur. Po sigurisht që nëse ti përgatitesh të presësh samitin më të madh që ke bërë ndonjëherë dhe samitin e gjithë NATO-s,
dhe vë një njeri që as ti vetë se nje, nga do ta njohin partnerët? Sepse normalisht, në këto kushte, unë mendoj që Ministri i Mbrojtjes duhet të ishte o Blendi Klosi, që ka qenë që është sekretari i përgjithshëm i partisë, o Tauland Balla, që është kryetari i grupit, o Niko Peleshi, që është kryetari i parlamentit, shkon jo. O dikush tjetër nga këta politikatë e rëndësishëm që ka në kryesi, që si ka mund. Pra, me çfarë serioziteti përfaqësohesh ti edhe kërkon samitin, kur kjo se si e ke trajtuar, pra çështja është që perceptimi, ne mendojmë se jemi qendra e botës dhe duhet na presin kur shkoj lideri jon atje që të bëhet lajm ndërkombëtar. S'mundet, sepse ky je një vend i vogël, me GDP të vogël, me ushtri shumë të vogël, në raport me gjithë territorin, pa armiq në kufit e tu, bën pjesë në ato misionet që ose të kanë ngelur akoma njerëz. Atë po thot pra Trump, investoni që t'jeni serioz, se s'do vi t'ju mbrojnë. Dhe ne vazhdojmë e shohim se jemi mësuar, kemi jetuar gjithmonë me perandori. Dikur kemi pas perandorinë romake, pastaj kaluam tek perandoria bizantine, pastaj kaluam tek perandoria osmane, pastaj kaluam tek perandoria italiane, pastaj kaluam ja 2 vjet edhe me gjermanët, pastaj kaluam tek perandoria sovjetike, pastaj kaluam tek perandoria kineze, kemi ja 30 vjet që kemi kaluar me këtë perandorinë perëndimore, presim gjithmonë që do vi perandorit të na zgjidhin punën tona. Po jemi do të bëjmë vetë punën tona. Kështu që unë këtë histori që sulmohet Rama, pse u prit atje, kaq dobët, unë nuk e kuptoj. Është pritur siç na takon, se kaq vlem ne në NATO. Dakor,